Besoj që ky bashkëpunim midis qeverisë qendrore dhe pushtetit të mirë demokratik lokal është një rrëfim suksesi për krejt Kosovën. Është vështirë me gjetë komuna të tjera ku ka një ngritje kaq të lartë të investimeve në infrastrukturë, në bujqësi, në arsim, në shëndetësi, pastaj gjithashtu dhe në ndërmarrësi. Dhe kur mësova tash do ta kemi edhe një park bujqësor në formën e një ndërmarrje publike bujqësore, kjo është risi për mbar Kosovën dhe padyshim që kryetari Shpetim Bolliqi është shembull edhe përtej llapit, edhe përtej kësaj kohës në të cilën ndodhemi, prandaj duhet të zgjatet kjo kohë edhe me një mandat të ri. Unë kam pas për krahën e juj, kam pas për krahën e ministrave, kam pas për krahën e kryesisë, kam pas për krahën e kryetarit pikau dhe besoj që bashkarisht kemi me dalë sukses shumë. Edhe një mandat të ri, po do jeu, sepse jemi forca vëlla. Unë besoj që do të vazhdojmë me punë të mira, me rezultate të mira, edhe ta përmbyllim sukses shumë edhe këtë mandat edhe këtë besim që po na japni si kryeministri i vendit, po edhe si antarësi e lëvizjes vendosur.